Rryzuar në tërësi. Në këtë sallë janë bërë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, për arsye që nxënësve tanë ju kanë dhënë një hapësirë jashtëzakonisht që ata mund t'i kryejnë të gjitha aktivitetet sportive, edhe njëherët edhe aktivitetet të tjera shkollore të cilat mundeni gjithmonë mi mbajt ata. Sa ka ndikuar në zhvillimin e sportit për tek nxënës? Jashtëzakonisht mirë, sepse një hapësirë e tillë neve na ka mungu qysh moti, edhe një punë e jashtëzakonshme është bërë, domethënë me këtë sallë, edhe nxënësit ne e dimë që ora e edukatës fizike gjithmonë është që e presin me padurim, edhe largojnë energji negative, po besoj mjaftueshëm sa edhe ata mund di shumë atë qetë. Drejtoresh, kisha dashur me fol pak për kapacitetin e kësaj salle, për hapësirat, për pajisjet. Patjetër, janë të gjitha pajisjet, është një ndër sallat më moderne që ne e kemi, edhe është mëse e mjaftueshme. Kemi mbi 200 nxënës në këtë shkollë dhe është realisht sallë që i plotson të gjitha kushtet për nxënësit e shkollës sonë. I gjithë ky investim është nga komuna. Në asnjë formë, në asnjë moment nuk e kemi ndalë bashkëpunimin me ta, bashkëpunimi është i jashtëzakonshëm. Drejtoreshën e kemi që na përkrahon në çdo ide, edhe po ka ardhur deri te ky projekt, mund të themi gjigant, fal tyre. Drejtoresh, çfarë kishit pas një kërkesë për planet për të ardhmen për këtë sallë? Kërkesa vetëm kishte qenë që mos mund dal puna cila ashtu bua, me vazhdu me ndërtu edhe sallat të tjera, edhe me vazhdu me dhënë kontributin e jashtëzakonshëm që komuna vazhdon me ju dhënë në këtë rast shkollave edhe nxënësve, sepse jemi pjesë e këtij qyteti që po lulëzon dita ditës çdo ditë më shumë. Drejtoresh, a ka ndonjë nxënës që prej kësaj salle është motivuar që me vazhdu më tutje në sport? Po kemi, sidomos më gëzon fakti sepse djemtë janë gjithmonë më të shkathët, por jo që vajzat ja lirojnë rrugën në këtë aspekt. Janë edhe vajzat ato që po triumfojnë në sporte të ndryshme, edhe me të vërtetë kjo është duke bërë jashtëzakonisht krenar, sepse janë pjesë e jona dhe na i presim gjithmonë sukseset e tyre. A ka ndonjë nxënës të shkollës tuaj që synon më bë sportist tani? Po, kemi disa vajza që po tash veç po merren me futboll, edhe më gëzon fakti për të sepse kërkojnë edhe jashtë territorit, domethënë të Kosovës. Drejtoresh, dhe për fund nëse kishe pas një mesazh për këto nxënësat, po edhe për sportistët me çështje kjo më shumë për të. Patjetër. Me që tani kemi kushtet, kisha kërkuar nga të gjithë pa i ndonë nxënës apo qytetar, që të merren sa më shumë me sport, sepse sporti me të vërtetë zgjat jetën dhe jemi shumë më të shëndetshëm.